pse s'ka pas sukses asnjë kosovar në Shqipëri? Në biznes, në atë kohë. Mas pari, ka raste dallohen. Pak a shumë, ka qenë edhe një sjellje jo shumë racionale jonë, do të thonë. Ka qenë më shumë një përpjekje për shqiptari se sa një përpjekje për biznesmenit. Afaristi, po. Po. Kjo është arsyeja e parë. Po. E dyta, do më thonë, me disi biznesor ka qenë kaotik, s'ke mujtë kur gjë me parashiku, ka pas edhe kjo nën toka ka qenë e fuqishme që i ka kontrollu shumë levat biznesit, kështu që shumë kosovarë s'kanë mujtë mu inkuadrua aty dhe kanë një pjesë e madhe s'kanë pas sukses. Po. Ata se kanë kuptu që ata janë investitor të huj, nuk janë shqiptar. Po. Sepse po ta marrësh nuk ke investitor të huj që ka bën ndonjësen në Shqipëri në ato vite. Apo jo? Jo, shumë pak. Ka pas do italian, po këtë kanë qenë bizneset vogla, ma vonë kanë hi këto që ju thonë fason ata që ju qojnë materialin, ata bojnë një qepje dhe i marin do paga, po ajo nuk është në industri që i bjenë dishka për Po të kthesh mrapa në 30 vitet e fundit nuk e pas një investitor të huj të madh, që mundet më thonë ky ka ardhur dhe ka bërë diçka në Shqipëri. Më thonë ka ekzistuar një atmosferë mos me leju me hy në investitorit. Qysh me thonë, ka ekzistuar një atmosferë e kaotike, mos me leju të jashmit nuk kanë pas problem të jashmit. Por Kosovar ka ekzistuar një farë, edhe disa Kosovar dorën zamër kur kanë shku në të në fillim. Ka qenë prepotent. Pak janë sjell me prepotencë që na kem parë, na jem kështu atë. Edhe ju ka majt dërs aty. U kriju një farë antipatie për një pjesë të njerëzve. Për një pjesë të njerëzve, natyrisht edhe me fajin ton, edhe pak a shumë atëherë një pjesë e kosovarëve do me thonë pjesa me madhe, jo një pjesë, po pjesa me madhe, Partia Demokratike, pjesa tjetër tani pak po dhe na jemi këtu, apo kështu që nuk e majshin një lloj neutraliteti që duhet me pas në ma mërmenjan, duhet me pas në Shqipëri, jo me pas një tifozllok për një partia, na duhet me pas, siç duhet me pas Shqipëria dhe këtu. Anasjelltas. Anasjelltas. Por në atë moment, do më thonë, Shqipëria, ti kthesh në Shqipëri, po kthesh si pos tjera si shok i njerëzve që e formojnë qeverinë në ekzil, do më thonë, qeveria jonë paka shumë, qeveria e Bukoshit, shkon një pjesë rrinë në Shqipëri, një pjesë komunikon me Shqipëri, dhe ti atëherë man kontakt, apo jo? Po, do më thonë, unë isha që ajo është, po thonë, natë tretën, ende mundoj shumë me bo, aty ishte Isa, ishte Bujari, ishte Mehmet Kraja, që u takojsha me ta, edhe bisedoj shumë, do më thonë, ata mund të thëmë që bëni një pun të mirë, edhe kishin relacione me qeverin, kishin kontakte, kishin mbështetje, edhe ishte do me thonë një aktivitet aty, po një pjesë ishte në Gjermani, një pjesë ishte aty. Isa ishte shoki imi, prandaj edhe rrishëm bashkë një kohë, në banes një 5-6 muaj kemi nejtë bashkë aty. Bisedu, kemi punu. Qysh atëherë Isa kishte mendimin se një kohë vjen kur rezistenca aktive duhet me animu edhe me lufte, jo me animu, po me marrë rolin e lufta, bile një moment tha, s'ka mu bo tha pa lufta, s'ka mu bo pa lufta, dhe qështu ndodhe zate. Në atë kohë, dhe më thonë 93-94, egziston, është gati një moment ku ti ki me zgjedh mes dy rrugëve dhe ti e zgjedh jenën. Jena rrugë ka qenë që ti me formu me qenë pjesë e një partije të re. Jeni mbledh ish kuadrot e krahinës socialiste dhe ishte ideja për çka?
Po, ishte ideja që me formu thanë që në Sloveni, Kuçani. Kuçani, këtë të bëllën Kroaci, qashtu, njerë, Bosnë, qashtu, pjesa me madhe, establishmentit, Macedoni, Kiro, Grigorovi, këtë njerës do me thonë që kishin pas rol edhe në Jugoslavinë, ish Federatën e Jugoslave, dhe atëherë, do me thonë, pjesa me madhe aty në njerëzve, do me thonë, nuk ishin gjithë, por pjesa me madhe ishin që kishin kundërshtu Serbinë, do me thonë. Ata që u të bumë atë. Nashta kishin 4-5 vetë që s'ishin bash tamon në aktivitetin e tyne, po e kishin kundërshtu, dhe ata do me thonë, unë mendoj se ishte dëshira për me kontribu, që mos jemi pasiv. Dhe ishte iniciativa Mahmutit, apo? Mahmuti ishte për po, kishte edhe disa tjera aty që po mendoj që i kanë folë me Mahmutin. Unë për vete isha skeptik me të ka zu drejtën, sepse paka shumë atërës ashtu ishte situata adin që ende nuk ish kuptu ai konteksti për një pjesët popullsisë dhe ai konteksti i situatës edhe mandej vetë ai aprovimi i ndryshimeve kushtetuese pa ke lani farë hijet keqe në atë establishment e ndryshimit edhe kështu që unë mendojsha që veç sa du ta ashpërsoj këtë konfliktin edhe mrena, dhe ashtu nuk ishëm bash mirë. Homogen aty. Bash homogen në atë kohë, thash edhe folën aty, tonë, mu po mdoke që mas mirë është aty ku mujmë na me shku mu bashkan gjitë me punu, në shoqëri civile, me hini për parti, aty ku him edhe me punu. Edhe ashtu një pjesë e madhe, një pjesë e madhe në atë kohë në vitin 89-90, ata që e gjujshin librezën e lidhës komunistëve, një pjesë e madhe shkoj të lidhja demokratike, ishte një antarësim kolektiv. Ishte një antarësim me hygjëm, do më thonë. Po, me hygjëm, edhe unda skena politike mes transformimit shpejt tranzicionit, pra në LDK, dhe një pjesë mbeti kjo e LPK-s që ishte lidhur me lëvizjet e vjetra marxiste-leniniste. Por ti vendose diçka tjetër. Ti hynë një koncepti... Më thonë edhe bisedu ma të pak më përësaj pyetje, bisedu edhe i laze tha që unë, tha që jam një parti, tha po unë e kam derën qelë, shkoj të rëgova, flasëm të gjanë, shkoj të tjerë, tha po mendoj edhe unë që ma të dobishëm jem na i përvojën tonë, dijen tonë. Edhe pëse më duke të lazi pa të hyte... Partijë Social-Demokrate, Partijë Social-Demokrate, por ka qenë jashtëzakonisht të respektuar prej Rrugovës, si Las Kurteshi. Mandej, metaja, nuk funksionaja parti, edhe njëherë mas lufte, dy kolegë mitë, tha na për informojmë, thash lese, nuk është ke punë, thash. E u bo tani, po, që ashtu, po. Por ishte pastaj ideja jote, edhe i shokëve tu, që ishte ide krejtësisht e re, që na duhet me e projektu ardhmërin ekonomike të Kosovës. Ndodhe që ka ndodhe, ne do të çlirohemi ditë. Edhe kështu erdhi ideja e... Po, unë isha në fakultet, do me thonë, udhëhesha dhe departamentin e menaxhmentit dhe informatikës, mirë, po nuk kishte një aktivitet kërkimor, nuk kishte, unë gonte pak debati, profesional debati shkencor, i pa organizum, edhe atëherë ekzistonte në institut, po e kishim 2-3 vetë aty dhe nuk lejnë hapësira. A ishte shkaku që unë kisha nevoj me elaboru disa gjana, pikrisht që po thuti në aspektin e kuponagjenjeve, ardhmeria, në aspektin ekonomik, edhe dyta, edhe klasën tonë politike, por edhe sidomos ndërkombëtarët, me i informu, me një studim, me një evidencë lidhur me resurset e Kosovës, lidhur me problemet ekonomike të Kosovës dhe mundësit që Kosova me bugjetu pavarësinë e vetë. Kjo ishte ideja pra pas se lesu formu, do me thonë e formu institutin Rinë Vest bashkë me disa kolegë, edhe fillum punën, në fillim me kompanin, bashkëpunim me kompanit private, mandej një kolegë aty, por me thonë drejtën së më ka shku shumë menja me konkuru këto fondet e jashtme kur e kemë formu institutin,
Po, kona Halim Gjergjizja aty me neve, se themelu, se prunin kjo National Endowment for Democracy, kishë bën një thirrje për projekte. Edhe mo studiova dhe konceptova në qatë frymë, e titull një shkrum aktivitetet ekonomike dhe zhvillimi demokratik i Kosovës. Parasysh ashtu ishte Enedi, kishte qatë filozofia. Edhe po mbrana ishte, a mund tjetë Kosova, a ka Kosova viabilitet ekonomika, ka qëndrueshmëri ekonomika, mundet me jetu si shtet i pamarrën, me bugjet vetin, me marrëdhëniet vetat, me stabilitet.